Besimtarët musliman të Shkodrës e falën Fitr Bajramin në sheshin qendror, duke dhënë fund 30 ditëve të agjerimit, lutjeve dhe sakrificave të muajit të shenjtë të Ramazanit. Zëvendës Myftiu Ben Halluni në mesazhin e tij u ndal tek vlerat e familjes, duke kërkuar ruajtjen e saj nga shturja dhe devijimet që po trondisin botën gjithnjë më shumë. Sot, për fat të keq në shumë vende të botës, por edhe Shqipëria, fatkeqësisht edhe Shkodra, po ndodh një fenomen i dhënshëm. Prindrit po dërgohen në azile. Prindrit që dikur na mbanin në gjokë sot mbeten vetëm në një dhomë të ftohtë. Prindrit që dikur sakrifikuan jetën për ne, sot presin vetëm një telefonat, një vizit, një përqafim. Të dashur vllazën dhe motra, sot në këtë vend të bekuar, në këtë shesh vakuf, në këtë kohë kur toka dhe bota po ndryshon me shpejtësi dhe shumë vlera po të rënditen, ne kemi një detyrë të madhe, të harrojmë tabanin e familjes së natyrshme. Familja është themeli mbi të cilën ndërtohet shoqëria. Kur familja është e shëndosh, padyshim shoqëria është e tillë. Kur familja dobësohet, edhe shoqëria fillon të rënohet. O njerëz, keni frikë Zotin tuaj i cili ju krijoi nga një njeri dhe prej tij krijoi bashortën e tij. Ky është modeli i qartë që Allahu ka vendosur për njerëzimin. Familja e ndërtuar mbi burrin dhe gruan, mbi babën dhe nanën. Fëmia ka nevojë për dashurinë e nanës dhe për forcën dhe mbështetjen e babës. Ai rritet i plot kur ka pranë dy prindrit. Ndërsa sot po shohim përpjekje që të ndryshohet kjo natyrë e familjes, që të zëvendësohen fjalët e bukura nanë dhe babë me shprehje të ftofta si prindër 1 dhe prindër 2. Por familja nuk është një formulë administrative. Familja është dashuri, sakrificë, edukim dhe identitet. Nuk mund të zëvendësohet roli i nanës, nuk mund të zëvendësohet roli i babës. Prandaj ne duhet ta themi me qetësi, por me vendosmëri. Ruani familjen, ruani nanën dhe babën. Ruani identitetin e fëmijëve tanë. Sepse kur fëmijët rriten pa këtë themel të shëndosh, ata humbin orientimin, humbin sigurinë dhe humbin modelin e jetës. Ceremonia e faljes së Fitr Bajramit u udhëhoq këtë radhë në mungesë të Myftiut, Imam Muhamet Sytari, i cili ndodhet në vendet e shenjta. Pas faljes besimtarët takojnë të dashurit e tyre, dhurojnë sadakan ose kontributin për nevojtarët e më pas mblidhen për drekën me familjarët.